Përshëndetje një dashit, ja ku jemi përsëri, javë e re, kismet i ri, javë e re me shumë lëvizje në shenjën tuaj, me thënë të drejtën. Tani Marsin në shenjën tuaj, Saturni në shenjën tuaj, Neptuni në shenjën tuaj, vjen dhe Merkuri do vendoset në shenjën tuaj, Kironi në shenjën tuaj. Dhe këto do krijojnë dhe ca aspekte të lezetshme brenda kësaj jave, duke mos haruar dhe hënën e re në datën 17 përsëri në shenjën tuaj, nëse sido që tjetër të do analizojnë një video të posaçme unë juve, por përsa i përket kësaj jave, ju lutem ruani qetësinë, mundoni të kuptoni që vetëm ju e nxini veten nga situatat ku normalisht jeni duke hasur problematika të caktuara dhe sigurisht që çdo gjë ka për të shkuar më mirë. Gjithmonë duhet të mendoni se çdo gjë ka për të shkuar më mirë dhe çdo gjë që po ndodh e ka një arsye që të jeni më mirë, e kupton, kaq do të mbani mend. Atëherë, për parashikime personale më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290, parashikimet e muajit i gjeni edhe në YouTube Zodiac Oracle dhe vazhdojmë direkt me ditën e sotme. Dita e sotme, në fakt, nis sot dhe do kulmohet edhe nesër, po që nëse sido që tjetë të themi se dita e sotme favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me dashurinë, me ndjenjën, me pastërtinë e ndjenjës nëse e doni dhe kështu, me kontrata të rëndësishme dhe që premtojnë bashkëpunime të rëndësishme, kështu që përsa i përket aspektit profesional, që normalisht fokusohet tek, sikur se thash, kontrata të rëndësishme, bashkëpunime të rëndësishme, por edhe marrëdhënie konkrete njerëzore që secili nga jush, nëse është gati, mund ta ndajë mendjen dhe të eci me marrëdhënien e vet seriozisht, atëherë mund ta bëj sot. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju favorizon në lidhje me financat. Këtu, në qoftë se doni të merrni një kredi, në qoftë se keni nevojë për mbështetjen e dikujt që qëndron goxha lart, ka fjalën me banka, person që punon në bankë, mund t'ju financojë, mund t'ju ndihmojë, ose cili do individ i cili mund t'ju dalë garant në lidhje me një çështje sidomos ekonomiko-financiare, atëherë ja ku jeni dhe ja dini shumë mirë ditën e martë. Tani për të gjithë juve që jeni investitor, për të gjithë juve që jeni në biznes, po jeni thellë, domethënë po flasim për gjëra përfaqësore, po flasim për gjëra të mëdha, le të themi se diçka arrihet e kënaqshme ditën e martë, ju thash, nis ditën e hënë dhe ja ku keni ditën e martë konkrete pra në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së mërkur, kujdes ditën e mërkur, kujdes, e para një mos të vrisni mendjen për ato çka u bë. Çfarëdo lloj gabimi do bëhet, do ndodhi, duhet të bëj, duhet të ndodhte. Kështu që mos rini të harxhoni kohë me ato çka ose do bëhet ose është bërë dhe ju e riktheni në mendjen tuaj, edhe e rivuani, edhe sa thuash e trysnoni veten me negativitet që nuk duhet, edhe nuk ju nevojitet më. Kështu që lëreni çfarëdo gjë që mund të ndodhi ditën e mërkur, merreni si diçka që duhet të ndodhte, mos e vrisni shumë mendjen, po mundoni të vazhdoni përpara, mundoni të kuptoni që ajo çka është për të ndodhur, ndodh, mbaron dhe flieni mendjen, edhe kaq, domethënë mos e vrisni shumë, më shumë se aq, do e bëni gjën më keq. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte, po sigurisht do ndodhet diçka ditën e mërkur që do ju detyroj ditën e enjte të merrni një farë vendimi, pra do ju çojë një farë udhkryqi që do detyrimisht do ju tregoj se këtu ku jeni, në këto kushte që jetoni, punoni, me këtë marrëdhënie që keni, nuk mund të vazhdoni më. Pra ka ardhur momenti për një ndryshim që mbase keni evituar prej shumë kohësh, por që nuk mund ta shtyni më. Kështu që po, dita e enjte është dita e vendimeve të mëdha, kur them të mëdha, do kujdes në përgjithësi kjo javë, sepse dalë një sekond, tani jemi e marta është 13, 14, po, e enjtja është 16. E enjtja 16 ka një aspekt shumë të bukur dhe të fortë, por eci me aspekte brenda aspekteve. Kështu që do thosha, nëse ndani mendjen mirë, nëse vendosni me këmbën në tokë për çfarëdo gjë do të ndryshojë jetën tuaj, atëherë le të themi se ardhmja është goxha premtuese. Por është një vendim jo i lehtë për të marrë ditën e enjte. Po që ndryshon jetën tuaj, po e ndryshon prej këteje në vazhdim. A mund të evitohet? Jo, nuk mund të evitohet. Madje po them jeni të vonuar në ku do ta kishit marrë këtë vendim që shumë kohë më përpara. Pra ky është e enjtja. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte këtu tani në qoftë se le ta marrim nga aspekti profesional njëherë. Për të gjithë juve që keni dërguar një CV, për të gjithë juve që keni aplikuar diku dhe po prisni një përgjigje pune, mos mendoni se nuk po shqyrtohet. Është një shqyrtim e sipër, thjesht le të themi nuk është ende gati përgjigja për ju. Po ta marrim në aspektin kështu personal, atëherë i bie që çfarë do themi tani këtu, juve më shkujt
nuk e di pse i vononi vetë gjërat, e mendoj unë këtë, mendoj se mase më bën punë, po të ec, foli, bëj, nisi një mesazh. Ju dhe femra do të kuptoni se këtu keni ju lidh puna me meshkujt të cilët janë të pavendosur. Kështu që nuk është se nuk ju ka në mendje në konsiderat çështja është që nuk ka mjaftueshëm guxim që ta hedhë hapin. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Nëse vazhdojmë pastaj me ditën e shtunë, ku ditën e shtunë do themi, nga dhe shumë disa e nisin nga fillimi fare. Domethënë ditën e shtunë duket sikur zerroheni për ta nisur nga e para çfarë do të gjëje. E para një që dita e shtunë ka një natyrë shumë sa thuash introverse, okay? Domethënë shumë brenda vetes. Është një ditë që keni punë, ju pret punë me veten, domethënë të kuptoni motivet e errta tuaja, pse veproni në mënyrë se si veproni, çfarë shkaktoni irritim, çfarë nuk ju pëlqen. Pra është një ditë që ta kaloni më tepër me veten tuaj, të kuptoni se kush jeni ju në të vërtetë dhe çfarë kërkoni realisht të arrini. Është një ditë gjithashtu për jo thjesht të zhytur brenda vetes, por për të kuptuar edhe çfarë të tjerët ju fshehin. Çfarë ka përtej asaj që duket. Kështu që shumë mistik do të jeni dhe të thellë ditën e shtunë. Kujdes mos të ngatëroheni me këto thellësi tuaja, sepse nuk keni dhe nga ato shenja që zhyten thellë dhe dalin kollaj pastaj në sipërfaqe. Kështu që me kujdes ju lutem shumë. Sido që të jetë shumë vendime keni për të marrë, për shkak të mendimeve të thella, domethënë duke i hyrë gjërave thellë. Them se është një ditë shumë e bukur për të njohur veten, për të kuptuar veten, nëse doni të kështu e thash, dhe për të zbuluar motive të fshehta dhe të tjerëve kundrejt jush. Dhe mbyllim me ditën e diel, që ditën e diel do thosha çfarë do gjë bisedoni ditën e diel ose çfarë do gjë kërkoni të realizoni prej andeje tutje, do ju duhet të paktën një 2 mujosh e gjysmë për të arritur rezultatin. Tani për disa do të jetë 2 javë e gjysmë, okay? Për disa do jetë 2 muaj e gjysmë, ose mund të jetë me 2 faza kjo gjë. Sido që të jetë qëndrim te 2 e gjysmë. Dhe ajo çka është e rëndësishme që ju duhet të dini është fakti se arrihet sido që të jetë rezultati 100% i arritshëm. Thjesht duhet të prisni kaq kohë për t'u realizuar. Përshëndetje, një bukur dhe dashur e Demit që nesër data 13 njerëz, domethënë nuk e di. Nesër është një datë që me të vërtetë çfarë do të gjë ka të bëjë me qëllime, me objektiva, me kontrata nëse doni, me komunikimin, me teknologjinë, me mediat, me çfarë do të them tjetër. Ore me objektivat tuaja personale, cilat do qofshin ato. Sidomos ju të dihet që të dytë ju lutem shumë nuk mund të mos përfitoni. Domethënë nuk e di, do ishte nuk e di se çfarë do ishte. Pra as të thuash ke mundësi të bjerë lotaria dhe ti të thuash se dua. Që ta kuptoni këtë gjë. Nëse është një javë e rëndësishme me thënë të drejtën, kjo për të gjithë. Pa përjashtim, për ju shumë e thellë psikologjikisht, dhe për të ju që jeni në pozicione shumë të rëndësishme prapa skenike, jeni në politik, jeni CEO një kompanie shumë të madhe, një banke ose forumi ekonomiko-financiar shumë të rëndësishëm, keni gjëra të papara për të parë këtë javë. Nëse sido që të jetë jemi njerëzor të thjeshtë në këtu, besoj, edhe do përqendrohemi te gjërat e thjeshta. Sido që të jetë, ju nuk harroni dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket kësaj jave tani nisim direkt me ditën e sotme, që përsa i përket ditës së sotme, do ju them të tjera gjëra, do ju them kujdes. Kujdes. E para mos jeni shumë të ashpër me veten tuaj. E dyta, çfarë ka ndodhur deri më tani në jetën tuaj, ka ndodhur boll, nuk mund ta vrisni më mendjen, nuk mund ta lodhni më veten, është e kohë ta akuzoni veten për çfarë do të gjëje nuk erdhi, nuk ndodhi ashtu sikurse duhej të ndodhte. Kujdes, sot dita varësi të ndryshme, shumë prej jush të cilët kanë filluar një punë me veten që ka të bëjë me detoksifikimin, që ka të bëjë me proces psikologjik, juve që ju ka ndjekur një psikolog, ose që po punoni me veten. Kujdes sepse mund të ktheni në ato motive tuaja të vjetra të errta. Kujdes sepse sot mund të kthehet një person nga e kaluara që qëllim ka thjesht u tregoj se është ai i cili e ka akoma kontrollin e marrëdhënies edhe pse nuk jeni më bashkë. Kështu që kujdes nga dita e sotme, nga çfarëdo lloj gjëje është e përsëritur, është e vuajtur, e përsëritur dhe mund të vuani përsëri nga kjo gjë. Mos bëni gabime sot. Sot është dita e gabimeve, por që i bëjmë thuajse me dashje, jo pa dashje, dhe pastaj i themi po pse e bëra. Kështu që kujdes. Përsa i përket ditës së martë, dita e marta më tash. Ktu diediçi i dytë i shenjës tuaj
tepër i favorizuar. Ju thash, por çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me dokumentacion, çfarëdo gjë ka të bëjë me dokumenta, çfarëdo gjë ka të bëjë me dokumenta edhe për ju që ndodheni jashtë dhe po prisni dokumentat, ose çfarëdo gjë ju lidh me ambasada, me bashki, me komuna, me gjëra të tilla, do të thënë tepër të favorizuar, puna në grup favorizohet shumë dhe në skuadër, që ose pra keni qenë pjesë e një plani në grup, duke se kjo do eci shumë mirë. Në total, shumë prej jush edhe mund të vendosin të vazhdojnë përpara me jetën e tyre personale, të tipit ore vendos të fejohem, ose caktoj një ditë fejes, ose gjëra të tilla. Por që është një ditë e madhe suksesi social, dhe në sy të tjerëve ngriheni goxha, kështu që mundoni ta shijoni ditën e martë. Për të gjithë juve pastaj që jeni në art edhe po promovoni tani një projekt tuaj, ka për të ecur shumë mirë. Dhe kjo fal mbështetjes së fansave, të ndjekësve, që ta kuptoni. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e përsëri e njëjta gjë është, e komunitetit, e sillen vërdall, e krijoj lidhje marrëdhënie të reja, e zgjidhjeve që po vinë, ama në çfarë mënyrë? Tash, kjo gjë nuk ndodh duke lëvizur juve as gishtin tuaj më të vogël. Kjo ndodh sepse thjesht rastësia është aty dhe ju do. Kjo ndodh për shkak të personave që shfaqen jetën tuaj dhe ju ndihmojnë të arrini atje ku ju mbase ndoshta nuk arrini dot, dhe në përgjithësi le të themi është koha perfekte bashkë me ditën e martë dhe ditën e mërkur të arrini sikurse thash objektivat tuaja në aspektin personal, profesional, po dhe ekonomiko-financiar. Dhe besomeni ato gjë që do arrini tani do ju ndjekin për një kohë shumë të gjatë në të ardhmen, pra arrin të stabilizojnë një pjesë shumë të madhe të objektiveve tuaja, profesionale, ekonomiko-financiare ose personale, u përsëris. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e tregtisë ose financave që vinë, burojnë nga tregtia, e bizneseve që lidhen me tregtinë, dhe të naftës, pse jo, dhe të juve që jeni në karbure, të juve që jeni në të mirave materiale, ushqimeve, gjërave të tilla, domethënë, por që sido që lidhen me tregtinë, pra dita e enjte favorizon çfarëdo lloj komunikimi ose çfarëdo lloj marrëveshjeje apo vendime që merrni në lidhje me biznesin tuaj dhe që fokusohet atje ku ju thash, sigurisht favorizon turizmin, juve që jeni në turizëm, dhe marrëdhëniet me jashtë, si bëhet fjalë. Por gjithashtu dita e enjte tregon edhe një udhëtim të largët për gjithë juve që e patët ëndër pra të shkoni diku, duket se ja dilni kësaj gjëje, ose lajmet që merrni nga individ që ndodhen jashtë kanë për të qenë shumë të rëndësishme, ndihma pra më të vide nga jashtë shtetit. Atëherë përsa i përket ditës së premte, dita e premte ja ku jeni, më thash, kjo është një javë që juve ju favorizon të shenjës së demit, me thënë të drejtën. Psikologjikisht është çik e çuditshme, megjithatë sido që të jetë prej këtij tutje duket se hapen rrugët për gjëra edhe më të mira, domethënë duket sikur shtrohet rruga avash avash, kthehen fati dhe kthehen për mirë. Dhe kjo besoj nuk ta ndaj në 10 ditë, do thosha që në përgjithësi vlen kjo gjë dhe për 10 ditën e parë dhe për të dytin sidomos, por dhe për të tretin avash avash. Mos harrojmë që në datën 24, do të them para kohë, datën 24 afërdita para se të largohet nga shenja juaj, do takoj Uranin përsëri ose më saktë që të dyja këto, dhe afërdita dhe Urani para se të largohen nga shenja juaj, takojnë së bashku dhe sillen një mundësi të papërsëritshme, përsa i përket financave, dashurisë e merat. Kështu që nëse sido që të jetë prej këtij tutje, nga dita e premte në vazhdim, duket se gjërat po fillojnë të ecin shumë për më mirë për ju. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita të gjejmë dashurinë, të rikthehemi në origjinë. Do të thotë për të gjithë juve që e humbët pak atë sensin me njëri tjetrin si çift, tani gjeni përsëri. Por juve që jeni vetëm, të gjeni gjysmën tuaj tjetër, por që favorizon shumë dashurinë. Kjo dita e shtunë favorizon gjithashtu çfarëdo gjë ka të bëjë me punën krijuese dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me iniciativën dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me famën, nëse doni ta themi edhe në filloj forme, shumë prej jush do të pikasni në çfarëdo gjë do të jeni të angazhuar dhe bini në sy për mirë. Kështu që shfrytëzojeni ditën e shtunë. Dhe për aspektin profesional, dhe për juve që doni famë dhe doni të shkëlqeni me çfarëdo gjë merreni, por dashuria sigurisht që ka të gjën e mirë të vetë aty. Ndërkohë që përsa i përket ditës së diel, mos u trysnoni shumë për t'i arritur gjërat, sepse mund të kuptoni në fund të ditës se u lodhët kot. Për të arritur diçka që nuk ja blen te fundja. Kështu që kujdese ku i harxhoni energjitë tuaja ditën e diel. Përshëndetje një binjakëve dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiak Oracle, në parashikimin e javës dhe për këtë javë për ju i bie. Një javë që do thosha aspekti social bën një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj dhe
nëse i përdorni kartat tuaja ashtu siç duhet, nëse se informacionin ashtu sikurse doni ju e përcjellni në veshët e dur, atëherë le të themi që edhe arritjet tuaja mund të jenë shumë të rëndësishme brenda kësaj jave dhe këtu ju flasim për çdo 10 ditë me radhë. Kështu që është një javë totalisht dinamike për ju dhe për jetën tuaj sociale apo për arritjen e objektivave tuaja dhe realizimin e ëndrave tuaja, kështu që mund ta shfrytëzoni siç duhet. Sido që të jetë për një analizë më të torthortë, më të përpikt, nëse doni ta themi dhe kështu, shumë mirë mund të më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Tani, për sa i përket ditës së sotme, që thash, nisi me realizim e ëndrash. Kështu që këtu një frymëzim që vjen pa pritur, një ëndër që nuk e di, domethënë nga do ju vi. Kur flasim për ëndra do të thotë frymëzim përsëri domethënë. Një frymëzim, një ide, një shkëndim në trurin tuaj, një eureka, diçka ndodh e tillë sot dhe në qoftë se adresohet atje ku duhet, atëherë ja ku jeni një ëndër kthehet detyrimisht në realitet. Çfarë mund të jetë kjo? Çfarë do gjë mund të jetë? Që nga një dashuri që vjen në jetën tuaj pa pritur dhe ju ndryshon komplet mënyrën se si keni parë marrëdhëniet tuaja deri më sot, që nga një ide që mund të keni në lidhje me karrierën tuaj që përsëri ju çon shumë hapa më tej, që nga një ide që keni për të zgjidhur një problem që mund të keni aktualisht në jetën tuaj, e çfarëdo gjë tjetër mund të jetë çfarëdo gjë kjo gjë, por që sot dita ju favorizon për të arritur një qëllim ose një objektiv shumë të rëndësishme tuaj, që mund ta quajmë deri diku realizimin e një ëndre. Por sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e ndryshimeve të mëdha, që do të thotë shumë prej jush vendosni që të diku jashtë shtetit ta vazhdoni trajnimin tuaj, do të thotë shpërnguleni jashtë, ose po mendoni seriozisht të shpërnguleni diku jashtë shtetit, ose thjesht mund të keni vendosur të udhëtoni diku jashtë shtetit, por ky udhëtim me të vërtetë që ka për të ndryshuar jetën tuaj totalisht. Për disa të tjerë kjo nuk kupton thjesht një fillim të ri, një udhëtim të ri, një eksperiencë të re jete, jo detyrimisht udhëtim konkret. Por që sido që të jetë këto dy gjëra ka dita e martë, sido që ta marrim si kështu apo ashtu, jeta juaj po ndryshon në mënyrë nuk e di, shumë të shpejtë do thosha. Nëse nuk ju mërzit juve kjo gjë, ju jeni personazh që s'mund të rini në një vend tërkohës, kështu që ju pëlqen ndryshimi. Pra, e tillë ditë është dita e martë për ju. Gjithashtu favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me tregtinë ose iki jashtë dhe sjell mall brenda. Të tilla gjëra le të themi. Ktu jemi me ditën e martë. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë këtu, çfarë do themi tani këtu? Këtu jackpot dita e mërkurë. Po. Do të thënë, çfarëdo gjëje ka të bëjë me paranë, çfarëdo gjë ka të bëjë me arritje, çfarëdo gjë ka të bëjë me real estate, do të thënë me pronën e patundshme. Çfarëdo gjë ka të bëjë me arritjen e objektiveve tuaja, do të thosh kjo është një javë shumë e rëndësishme për ju. Në aspektin social, shikoni ku jemi në hartë, edhe sido që të jetë çfarëdo gjëje ka të bëjë me lidhje, ndërlidhje, marrëdhënie, ju ndihmon të arrini pikërisht objektivin tuaj të pa gabueshëm, do të thënë në fund arrihet çdo gjë dhe arrihet shumë kollaj. Kështu që keni besim tek fati juaj dhe të çfarëdo gjë që duket rastësi, por rastësi nuk është sepse çdo gjë ndërlidhur është. Ditën e mërkurë edhe çfarë të them, më bukur se kaq nuk e ku të vej. Vazhdojmë me ditën e enjte. Për sa i përket ditës së enjte, tash lidhjet, ndërlidhjet, marrëdhëniet, prap shoqëria na del këtu, prap shikoj se po flasim për individ që janë të përbetuar në lidhje me ju, që do të thotë janë miqtë tuaj të vërtet ose bëhen miqtë tuaj të vërtet, simpatizantët tuaj të vërtet, persona të cilët betohen në emrin tuaj, sido që të jetë zgjidhen situata dhe zgjidhen në favorin tuaj, jo se i zgjidhni juve vetë duke u munduar vetë, por sepse fati ju do përmes rastësive dhe personave që shfaqen në rrugën tuaj dhe që ju ndihmojnë të arrini atje ku doni ju pa u sforcuar juve fare. Kështu që kjo është dita e enjte, vazhdojmë me vazhdimsinë e javës, po të njëjtat i pare me të gjitha ditët që analizuam deri tani, por kjo ka dhe një veçori tjetër. Këtu duket se dikush shfaqet ose rishfaqet nga e kaluara juaj ose nga momenti juaj aktual, që se jeni zënë me partnerin tuaj për shembull, keni pasi debat, arrihet përsërimi kuptimi, paqja, në qoftë se kjo gjë ka ndodhur me një partnerin tuaj të rëndësishëm biznesi, përsëri arrihet një farë marrëveshje, do me thënë arrihet një farë paqeje. Në qoftë se ka të bëjë me një person që kthehet nga e kaluara juaj, kthehet i penduar dhe pastaj vendosen ju se çfarë do bëni me këtë person, por që kjo është edhe dita e enjte.
Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e dua të rinë në shtëpi, dua të dalë, shumë e çuditshme kjo për ju, por që edhe ndodh, ose mund të jetë ndër ato ditë që prisni miq në shtëpinë tuaj, në banesën tuaj. Dhe përmes bisedave sociale përsëri, duket se del një zgjidhje dhe një problemi që vetë nuk e zgjidhi dot. Dhe rastësisht aty në bisede sipër del një zgjidhje, një diçkaje. Kështu që e bukur është edhe kjo dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dalim, argëtohemi, romanc, flirt, gjëra që ju i doni shumë. Me të favorizohet shumë dashuria, flirti, romanca, ëndra, arti. Dhe në përgjithësi le të themi keni një atu, s'do e kuptoni ta them unë atu, po që nëse keni, le të themi që aura juaj është kaq rezatuese sa që tërheq mëtues pafund, pra që ju që jeni vetëm, keni shanse shumë të mira për të gjetur një person të hajrit, le të themi, ditën e shtunë, ose thjesht qësoni të argëtoheni në shoqërinë e dikut, shumë mirë favorizon kjo dita e shtunë. Dashuria do me thënë, dashuria, shoqëria, romanca, flirti, të gjejmë përsëri gjysmën që na mungon, ose të gjejmë përsëri vete në një marrëdhënie që ka pas problemet e veta, ja ku keni ditën e shtunë dhe ju ndihmon. Për sa i përket pastaj dhe ditës së diel, dita e diel është dita që diskutojmë për çështje pronash, çështje shtëpish, domethënë edhe mund të jetë ditë që shpërnguleni nga një banesë në një banesë tjetër ose vendosni të shpërnguleni, mund të jetë dita që vendosni për një bashkëtesë ose ju gjen në bashkëtesë, është dita që mund të ndryshoni dhe rezidencë, do të tipit nuk jam më banori i këtij qyteti, po bëjmë banor në një qytet tjetër ose një shteti tjetër nëse doni. Dhe po është një ditë shumë e favorshme për sa i përket çështjeve që lidhen me pronën në total dhe akte dhurimi, trashëgimie, gjëra të tilla, domethënë, të tilla gjëra ka ose zgjidhjen e një problemi familjar që favorizon shumë dita e diel. Përshëndetje, përshëndetje nga Foris dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiakorët, do të parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë edhe kjo e rëndësishme për ju, me thënë të drejtën, sidomos për sa i përket gjithçka që lidhet me karrierën tuaj, me statusin tuaj, me imazhin tuaj publik. Keq do më vi për të gjithë juve që keni abuzuar me një post pune, keni abuzuar me imazhin tuaj, do ta pasoni kësaj jave, pra do përballeni me autoritetet e shtetit ose mund të keni probleme në martesën tuaj tash. Për të gjithë ata që diku ka gabuar. Për pjesën tjetër pastaj, pavarësisht vështirësive dhe sfidave që kjo javë sjell me vete, them se do arrini dhe një rezultat të kënaqshëm ose arrini të stabilizoheni diku. Dua ta mendoj këtë gjë. Nëse sido që të jetë, do flasim dhe më gjerësisht në një video të posaçme për sa i përket këtyre gjërave që sapo përmenda. Ju nuk harroni që për një parashikim të detajuar të më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj personal. Për sa i përket ditës së sotme pastaj lajme të rëndësishme dhe vendime shumë të rëndësishme për sa i përket çështjeve që lidhen me biznesin, me karrierën, me të ardhmen e profesionit tuaj në përgjithësi dhe për sa i përket dashurisë, në qoftë se personi i zemrës tuaj ndodhet diku larg jush. Këtu duhet të ndahet mendja se çfarë do bëhet. Pra, do të jeni ju që do ta ndiqni atë person andej ku është apo duhet të jetë ky që do vi këtej ku jeni ju. Pra, duhet të gjetë një farë e mesme e artë. Çfarëdo gjëje që ka të bëjë pastaj me biznes, me punë, me objektiva, me biseda të rëndësishme në lidhje me një arritje në një objektivi për çështje profesionale, dita e sotme favorizon jashtëmase shumë, favorizon gjithashtu nismën e një projekti të ri dhe për të gjithë juve që jeni vetëm, bëni gati dikush po vjen i ri në jetën tuaj dhe ja vlen vërtet. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju shqetëson paksa me lajmet që merrni. Kjo mund të ketë të bëjë dhe me ju, mund të ketë të bëjë dhe me një çështje shëndeti ose me çështjen e me çfarëdo gjëje. Nuk mund t'i vë një emër me se s'bën, por mund të jenë financa, mund të jetë një person i juaj dashur që merrni vesh diçka në lidhje me të dhe nuk ju pëlqen, mund të ketë të bëjë me punën tuaja, me një gabim që keni bërë dhe thash do përballeni me pasojat e atij gabimi. Sido që të jetë, është diçka që ju trondit për momentin, pastaj duket sikur ja gjeni një farë zgjidhje. Por që po, janë sjell lajme dita e martë që ju trondisin, le të themi kështu, sepse ashtu është realisht. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita
Dita e të qenit humanitar, dita e të ndihmuarit të tjerë të përpasoj të ndihmosh edhe veten. Është dita që jemi kërkojmë ndihmë dhe na ofrohet me të drejtën, por është dita që nëse do ju kërkohet juve ndihmë, edhe ju nuk keni për të hezituar. Gjithashtu është një ditë me intelekt shumë të lartë, me ndjesi dhe intuit shumë të lartë, të cilën mund ta përdorni përsëri në benefitin tuaj. Çfarëdo gjëje antena tuaja kapin ditën e Mërkur, ashtu është, dhe mos e vini veten në, domethënë mos e vini intuitën tuaj në dyshim. Atë çka intuita juaj u thot, ajo është dhe atë duhet të bëni, dhe bisedat që do të keni ditën e Mërkur janë shumë intelektual, kanë një natyrë shumë intelektuale dhe të thellë intelektuale, do thosha. Nëse sido që të jetë, është dita që çfarëdo gjë do thuaj do të ketë pesh, dhe nëse do të keni nevojë për ndihmë, ndihma nuk do të ju mohohet. Kjo është ideja. Sido që të jetë, është dhe dita që shumë prej jush hiqni dorë nga vuajtjet në fund. Do të thotë që nuk doni më të vuani dhe këtë gjë e vendosni me konshencë të plotë, domethënë larg vuajtjes prej këteje në vazhdim. Atëherë, për sa i përket ditës së enjte, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte mbani për veten tuaj çfarëdo gjëje është e rëndësishme për ju. Çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikim në ambientin e punës, çfarëdo gjëje ju premtohet, çfarëdo gjëje ju jeni duke e organizuar, po akoma nuk jeni gati për ta lançuar. Sido që të jetë, pra është ditë që favorizon ta marrim nga të favorshmet njerë. Kjo si ditë favorizon shumë studimet, favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me marrëveshje ekonomiko-financiare, por që duhet të mbeten prapa kuintave, çfarëdo gjë ka të bëjë me biseda të rëndësishme pune, por që përsëri duhet të mbeten prapa kuintave, domethënë nuk mund t'i publikoni akoma, sepse ka dhe armiqe aty që mezi po presin dhe gaboni ju që të fitojnë ata. Është një ditë që gjithashtu ju rrit me çështje ligjore, gjyqësore, ku thash disa i favorizon në varësi të situatës, me thënë të drejtën, por disa të tjerë jo. Është ditë që gjithashtu favorizon dashurinë. Për të gjithë juve që se keni gjetur ende personin jetës tuaj, kjo është momenti që mund ta gjeni atë. Po për të gjithë juve që jeni të martuar dhe veni dhe mund ngatëroheni me gjëra të tjera, tregon që ekspozoheni, tregon skandale, kështu që çfarë t'ju them, kujdes. Tregon gjithashtu udhëtime pune, përmes të cilave del dhe një përfitim i juaj personal në lidhje me financat. Kështu që të gjitha këto i keni ditën e enjte. Ajo çka rrova të thosha në lidhje me ditën e enjte është edhe se për të gjithë juve që keni pas probleme me shëndetin, arrini të gjeni një zgjidhje këtu, ditën e enjte. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që përballeni me prorët tuaj, me bashortin tuaj, me babain tuaj, nëse jeni adoleshent. Dhe sigurisht nëse kjo është një figurë autoritare, po shumë autoritare dhe do gjithmonë të dalë e veta, le të themi qëndroni pak qetë edhe ju. Dy janë ato outcome-et e mundshme. Ose të përballeni me këta individ dhe t'i tregoni vendin e vet, domethënë të tipit shumë arrogant je dhe se të marrë më parasysh, ose nuk je vetëm tipo dje dhe unë dy gjëra më shumë, ose thjesht të bindeni këtyre individëve dhe të tregoni dhe një herë që ka të drejtë ata e kanë autoritetin e plot mbi ju. Dy janë, sido që ti çfarëdo gjë të zgjidhni të bëni, mundoni të kuptoni se me individ të tillë nuk parafiton dot kollaj. Sepse kanë një farë eksperience dhe kanë një farë të drejtë. Do i thosha merreni me qetësi çdo gjë. Por për të kërkuar një rritje rroge, për shembull, të kërkuar të drejtën tuaj, e merat, çike e vështirë ta gjeni ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e hajde të shohim se ku do dhemi. Do me thënë, duhet të merrni një farë vendimi, e shikoni dhe vetë, do me thënë të vete këtej apo andej, o Zot më pri udhën. Nëse sido që të jetë jeni gati duke bërë ndryshim shumë të madh ditën e shtunë, jeni apo jeni gati ndryshimi po thëret dhe jeni detyruar ta bëni këtë gjë lidhet më tepër me karrierën, me statusin, sikurse ju thash, ja ku e keni fundja, përfaqëson karrierën kjo gjë, kështu që duhet të merrni një vendim shumë të rëndësishëm në lidhje pra me karrierën ose me martesën tuaj. Ditën e shtunë nuk mundemi të vonohemi më, jeni vonuar shumë edhe momenti nuk ju pret më, sido që të jetë keni për të pasur fat, duhet të themi dhe këtë gjë.
keni për të pasur fat. Dhe përsa i përket ditës së diel, e kanë marrë me kurrë e premte ashtu në diel, dita e diel ju kurorëzon me shumë sukses. Në çfarë do logjie ka të bëjë me punën tuaja, me biznesin tuaj, që jeni biznesmen, në çfarë do lloj marrëveshje me natyrë ekonomiko-financiare, me stabilitetin ekonomiko-financiar po dhe material, dhe pse jo dhe me çështje më mosësie, por edhe çështje dashurie. Okej, do të thënë shumë prej jush, me sa duket arrini të finalizoni një marrëdhënie këtu ose të arrini një mëmësi, do të arrini një fëmijë të vinë jetën tuaj. Gjë të bukura pra, bukur mbyllet java. Përshëndetje Jeluani, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Çfarë të themi tani në lidhje me këtë javë? Do themi keni mundësi të udhëtoni nëse doni udhëtime të largëta, favorizon kjo javë, favorizon me vështirësi, por ja dilni në çështje studimore, në çështje ligjore, gjyqësore, përsëri duket se kemi një farë zgjidhje, kemi një farë të paktën mundësie për një farë marrëveshjeje, por do ketë të tjerë të cilët normalisht nuk do e kenë të lloj fati, sepse varet në varësi të veprimeve tuaja do merrni dhe ato çka ju takon si shpërblim, dënim, si do doni merreni. Por që është një javë me një natyrë të tillë. Tani, për sa i përket këtyre lloj gjërave do flasim dhe më gjerësisht në postimet e posaçme. Për sa i përket ditës së sotme do ta shohim me imtësi. Ju nuk harroni më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Për sa i përket ditës së sotme, çështje familjare, dalin në pa. Çështje familjare, çështje pronash, trashëgimia, durime, shpërnguljesh, bashkëtesash, të gjitha këto duket se diskutoni sot. Shumë prej jush mund të jeni duke menduar seriozisht në lidhje me blerjen apo shitjen e një prone, apo shfrytëzimin e saj në qoftë se e keni një të tillë dhe doni ta shfrytëzoni. Çështja e shëndetit duket se po ecin mirë, më në fund, pra jeni duke marrë veten juve që keni pas probleme, dhe në total jeta juaj po shtrohet. Do të thënë duket se po merr një farë ecurie të kënaqshme dhe po stabilizohet. Do të thënë kemi një farë stabiliteti. Dhe për çështje familjare duket se ato janë duke u zgjidhur. Do të thënë po arrihet një farë mirëkuptimi ose po zgjidhen çështje të caktuara, të vjetra nëse doni të reja, shëndësikat, çështje familjare duket se po zgjidhen ose zgjidhen. Thjesht, tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë jeni të shqetësuar në lidhje ose me një çështje tuaj personale që lidhet me shëndetin tuaj ose me financat tuaja, ose me fëmijë adoleshent nëse i keni dhe zdini si do eci, si do vej halli këtyre fëmijëve tuaj, se mos jo se keni pak problematik, ose në lidhje me persona të moshuar, që mund të jenë prindrit tuaj ose nuk e di, cili do qoftë që është një individ i moshuar dhe jashani hallin, si të thuash. Por, gjithashtu mund të jetë, të thash, lidhet me financat tuaja, të tipit pleqëria ime, si do më vi. Kush do kujdeset për mua, do të mendoj për pleqërinë time, do me thonë pensione, gjëra të tilla, do me thonë do mendoni shumë gjerësisht ditën e martë të gjitha këto. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur, ju lutem shumë, mundoni të keni kujdes me ditën e mërkur. Është një ditë që ju kthen në viktima, ka dy në fakt. Për të gjithë juve që do jeni vigjilent, them se shpëtoni pikërisht në momentin e fundit nga një situatë e tillë, pra të qenit ju viktimat e dikujt. Por për të gjithëve të tjerë do thosha një gabim i vogël mund t'i kushtoj shumë. Pra, të besuarit të personin e gabuar, të besuarit diçka që nuk është e vërtet. Nëse nuk çekoni, do t'ju çekoni fakte, do e posoni. Të duhet t'ua them, por është edhe një ditë që nëse kap momentin, nëse je vigjilent, nëse antenat i ke në lëvizje si për mirë, atëherë shpëton për qime nga një rrezik, mos them që rrezikun e kthen edhe në fitore të madhe. Kështu që është një ditë që nganjëherë do kujdes në total, ta zëm, do zgjatem çik, se duhet ta sqaroj. Ta zëm se je në prag të një marrëveshje shumë të rëndësishme me natyrë ekonomiko-financiare. Dhe ke dokumentat aty përpara dhe duhet të nënshkruash. Atëherë në qoftë se ecën në mirëbesim e sipër dhe thjesht një firmë pa lexuar kushtet në të cilat po nënshkruhet ose në të cilave po nënshkruhet kjo kontratë, atëherë ëngre, ta kuptosh. Në qoftë se ama tjetri nuk e pret, po ti vetë edhe e përfilon, e shikon, e shqyrton, e analizon, dhe të rezulton që aty ka diçka, ka një kleçk të vogël që ti s'e kishe vënë re, atëherë je në kohë dhe marrëveshja nuk bëhet, ti fiton, tjetri humb.
ose vendos ti pastaj sipas kushteve që ty të intereson. Kështu që është një ditë që varet se si do të veproni, syt hapur, veshët hapur, antenat lart, që mos ta posoni. Kjo është ideja. Fiton ai i cili është më vigjilenti. Që ta kuptoni. Tamam. Po, dhe vemi tek dita e ente. Dita e ente, po ditën e ente do të ndjeni statuash. Pra për gjithëve që do keni postuar nga dita e mërkur, sigurisht kështu do ndjeni. Domethënë, po bëj postova, si isha i vëmendshëm, si e postova përsëri kështu, nëse sido që të jetë, le të themi që dita e ente është e tillë mizerabël, domethënë, më tepër në lidhje me aspektin psikologjik. Domethënë do ndjeni të veçuar nga të tjerët, do të ndjeni sikur se tash mizerabël, diçka nuk po ecën në jetën tuaj. Mund të gjitha të jenë në rregull, thjesht një aspekt i jetës tuaj nuk është i tillë dhe ju të vuani dhe më shumë. Ta zëm i keni të gjitha, ju mungon personi i jetës. Ose i keni të gjitha, po nuk e kuptoni pse, çfarë është ajo ndjesi që ju bën të ndjeni të tillë. Ka një natyrë psikologjike, ose tatuash emotive të rënë. Punoni me veten, do thosha unë. Për disa të tjerë sigurisht që tregon probleme ekonomiko-financiare, por që duhet të kuptoni se vetë sollët veten në këtë pikë. Kështu që prandaj po ju them, bëni kujdes ditën e mërkurë që mos ta postoni. Edhe pastaj të buani pasojat ditën e ente ku nuk do keni të çfarë të bëni më. Për të gjithëve pastaj që jeni në realisht në vështirësi ekonomiko-financiare, dita e ente ju detyron ta pranoni këtë si fakt dhe e detyroni veten të gjeni mënyra se si të dilni nga kjo situatë. A do ja dilni? Po do ja dilni. Sigurisht do ja dilni. Nëse do kaloj, një ditë është që thjesht do ndjeni në mënyrë të tillë. Tani, për sa i përket ditës së hënë matëm kur e ente tamë, për sa i përket ditës së premte, dita e premte është pikërisht ajo ditë ju thash që ju të ndryshoni jetën tuaj, si duke hequr qafe dhe atë gjën e vogël të fundit që nuk ju do të ecë si përpara. Se është një ide që ju sillet vërtet në përkohë dhe nuk është një gjikundi. Se është një ngecje që e keni diku me një person, me një situatë, me një nuk e di. Se është një ves, se është një pritje, një fiksim, një çfarëdo gjë qoftë, hiqeni qafe dhe mbaroni punë. Tani për disa mund tregoj dhe një ndërhyrje kirurgjikale e cila ju ndihmon të hiqni qafe, diçka që nuk shkon me trupin tuaj, një mas për shembull, por që nuk ju del keq, ju del goxha mirë. Nëse është dita që mbyllni kapitull të vjetër një herë për gjithmonë, varet se ku ju zë, çfarë kapitulli do të jetë realisht. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e iluzioneve, bëni kujdes. Pra shikoni që kjo javë është midis mundësive dhe iluzioneve. Varet se si shikoni gjërat dhe varet se çfarë doni të besoni. Kështu që kujdes ju lutem shumë, sepse edhe këtu ka mundësi që ta postoni në një farë mënyre, është njësoj si ajo dita e mërkur. Mundoni ta paraprini momentin, aty fitoni. Por në kushte të tjera, le të themi jeni të manipuluar keq dhe do i kushtoj kjo gjë, ose për disa për ju tregon edhe faktin që e kuptoni më në fund se sa të manipuluar jeni, pra hapni syt më në fund. Pjesa më e madhe jeni thjesht të manipuluar. Uroj ta kuptoni këtë gjë pikërisht ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel pastaj, vjedhje, pra dikush vërtet ju ka vënë aty dhe po ju shfrytëzon, dhe kujdes me të vërtet mbrojnë interesat tuaja ditën e diel, dikush me të vërtet do mundohet t'ju zhvasi ose po ju zhvat dhe ju s'po e kuptoni ende. Kujdes. Përshëndetje Jevi Gjëreshës dhe ja ku më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Tani kjo është një javë e cila do kujdes çik me motivet e errta të fshehta të vetes tuaj, bëni punë me veten tuaj, punoni me atë aspektin e errët të vetes tuaj, të mendimeve tuaja, kujdes me tradhtit, kujdes me goditjet pas shpine, kujdes me skandale, kujdes me çfarëdo gjëje ka të bëjë me sekrete, nuk duhet të ekspozoheni. Kujdes pra mos ekspozoheni. Favorizon financat ama, por çfarëdo gjë ka të bëjë me biznes ose me fitime përfitime dhe llogaritë të përbashkëta, le të themi, kështu që këtu jemi.
Do ai analizojmë to më gjerësisht, pa frikë mos u shqetësoni fare, të gjitha do i themi. Nëse sido që të jetë për parashikime personale, ju lutem shumë të kontaktoni numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe përse i përket ditës së sotme, dashuria triumfon për çdo që nuk e ka atë ende në jetën e vet. Pra për të gjithë juve të shenjtësve gjyreshës që jeni vetëm femra, ja ku erdhi ky mashkull e po vjen me goxha premtime, është premtues goxha, nuk mund të them. Tani përse i përket meshkujve të shenjës, le të themi që jeni të lirë sot të veproni si të doni ju. Pra nuk keni pengesa në arritjen e objektiveve tuaja. Keni parasysh të gjë. Dhe për të dyja palët duket se favorizohet goxha çfarëdo gjë ka të bëjë me nismë të reja, çfarëdo gjë ka të bëjë me një çështje biznesi, çfarëdo gjë ka të bëjë me një sipërmarrje ose me një projekt që lançohet sot. Ikëm nga dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, shihemi në gjyq tani për të gjithë juve që po, sepse harrova, që ajo gjë që po thoshe që para lidhet deri diku edhe me përballje të tilla. Sido që të jetë i ngjason më tepër një gjyqi jashtë sallave të gjyqit. Pra ballë për ballë me dikë do keni një përballje domethënë me dikë, me personin e jetës tuaj, me një koleg, me çdo qoftë, domethënë duket se keni një përballje dhe duhet gjërave të vendosni ato pikat mbi i bisedave, problemeve, çfarëdo çështjeve, çfarëdo gjë po diskutoni. Po, për disa të tjerë tregon mbylljen e një procesi gjyqësor ose një çështje divorci që merr drejtim më në fund. Iku dhe kjo dita e martë. Vemi tek dita e mërkur. Dita e mërkur është dita e çfarë të themi tani këtu? Fajt. Disa e pësoni dhe dënojeni, disa të tjerë kuptoni se jeni manipuluar, jeni tradhtuar, jeni përdorur, e me radh, edhe normalisht hapni syt dhe shpëtoni, por në vijë të përgjithshme le të themi që dita e mërkur tregon një farë dënimi. Do vuani dënimin ose do vuani pasojat e veprimeve tuaja. Kështu që kujdes. Kujdes të gjithë juve që jeni personazhe publik, ju thash bëni kujdes, u thash, mos thoni që s'u thash. Dhe ja ku del përsëri. Unë e lidha me astrologjinë atë që po ju thosha në fillim të hapjes këtij parashikimi, është banesa e 8, ka të bëjë me ekspozimin publik, ka të bëjë pra me skandale, ka të bëjë me situata të tilla, të njëjtën gjë ju tregon kjo letër. Kujdes pra me gjëra të tilla ditën e mërkur që t'i bie më shkurt, sepse kaq ka. Kujdes, do ja keni bërë vetes. Ose nëse dikush po tenton t'ju çojë në situata të tilla dhe t'ju bëjë të dilni keq në sy të publikut të gjerë, kudo jeni në publik, në shoqëri, në punë, kudo, atëherë mundoni të jeni vigjilent edhe mundoni të shkisni në një farë mënyre, përdorni domethënë argumentin. E vështirë është. Shumë e vështirë, megjithatë të shohim. Tani secili do përballet pasojë të veprimeve të veta, le të themi. Ju mos e çoni veten deri atje, kjo është ideja. Dita e mërkur. Por sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju ndihmon që të bëni ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Për të gjithëve që diku keni ngecur me punën, keni ngecur me përditshmërinë, keni ngecur me rutinën, keni ngecur me një marrëdhënie personale, profesionale, ky është momenti për ta kuptuar një pikë së pari këtë gjë, dhe së dyti të keni guximin që të bëni një ndryshim të tipit nuk mund të vazhdojmë në këtë bashkëtesë e mbyll. Nuk mund të vazhdojmë në këtë martesë, nuk bëhet, vazhdojmë tutje. Nuk vazhdojmë dot në këtë punë, profesion, çfarëdo gjë qoftë, iki, largohem dhe mundojmë të gjej diçka tjetër. Sido që tjetër po vin ndryshime të mëdha për ju, jeni apo jeni gati, jeni detyruar të bindeni këtyre ndryshimeve. Në të kundërt keni ngecur dhe mos prisni të ndryshojë diçka vet, nëse ju vetë nuk e merrni iniciativën për ta ndryshuar atë çka duhet ndryshuar. Pra këtu ishim te dita e enjte, por sa i përket ditës së premte, para të prapambetura, dikush që ju ka detyrime duket se ju a kthen ose thjesht të ardhurat në portofolin tuaj ande nga nuk e prisni, dhe shka që thjesht nuk kemi si ta zgjasim më shumë. Pra, ose keni gjetet financuesi që ju duhet në biznesin tuaj, ose thjesht dikush ju kthen para të prapambetura, ose le të themi jesë në rrugës dhe gjeni para, sepse ndryshe nuk ka se të jetë. Iko dhe kjo. E bukur do ishte. E hënë e martë më kurrente e premte. Përsa i përket ditës shtunë, dita e shtunë, këtu jemi më në fund çlirohemi, më në fund shpëtojmë nga
thuaj. Pra, më në fund shkrirojmë, më në fund shpëtojmë nga situata të ndryshme që ka ndodhur deri tani. Sot është një ditë çlirimi më tepër, është ditë do të thosh një ditë që favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me çlirohem, shijoj momentin, shijoj ato që kam, jam mirënjohës për gjithçka që kam. Dhe në përgjithësi le të themi që pavarësisht gjërave që ju ndjekin, këtyre vështirësive që ju ndjekin ditën këtë javë, në ato ditë që ju përshkrova, duket se liria ose ta thua shkëputja prej atyre ndikimeve negative arrihet ditën e hënë martë më kurrejnë të premte, ditën e shtunë, okay, që ta kuptoni ju. Pra dita e shtunë është ajo dita që ju ndihmon të ktheni një faqe të re në jetën tuaj, të lini pas çka ka ndodhur brenda javës dhe të vazhdoni të çlirët prej këtej e në vazhdim. Iku dhe kjo. Dhe përsa i përket ditës së, edhe një herë jemi të edhe një herë për të qenë të qartë, e hënë martë më kurrejnë të premte e shtunë, dita e diel pastaj. Dita e diel është ditë fitimesh, do të thënë favorizon shumë financat dhe më në fund duket se ndryshimi ka ardhur në jetën tuaj. Do të thënë, të tjera gjëra mbase prisni brenda kësaj jave, ose të tjera gjëra mbase prisni total juve në lidhje me të ardhmen tuaj, të punës tuaj, të profesionit tuaj, të karrierës tuaj, të aspektit personal, të financave, por të tjera gjëra ju gjejnë dhe besomuni janë shumë më mirë ka ç'mund ta kishit parashikuar ju. Në total le të themi që do jetë një javë e cila do vuani sigurisht, sepse e them, aty ishit, e dëgjuat, por në fund arrihet një farë shpëtimi, do të thënë, ja dini në fund të jeni mirë. Dhe në varësi të kushteve që do të jenë krijuar, janë kushte të reja këto, jeni më mirë, kjo është e rëndësishmja. Pra, është një vuajtje java me merita të mëdha. Shpëtoni veten dhe ndryshon jeta juaj për mirë. Dita e diel favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me biznesin gjithashtu, çfarëdo gjë ka të bëjë me paran dhe me investimet. Kështu që përdoreni në favorin tuaj. Përshëndetje, përshëndetje e peshores, e dashur shenjë peshores. Tani, për sa i përket kësaj jave, nuk mund të mos ju them ose paralajmëroj të bëni kujdes me marrëdhënien tuaj në çift, me një bashkëtes tuajën, me njerëzit nga ana e burrit e bashkëshortes, me çështje që kanë natyrë ligjore, do të thënë me dokumenta që mbartin një firmë, një përmbajtje të rëndësishme ligjore, bëni kujdes me këto gjëra kësaj jave. Të gjithë juve që do të jeni vigjilent, them se keni për të arritur një rezultat shumë të kënaqshëm në lidhje me çështje të tilla. Të tjerë pastaj duhet të pranoni faktin se diçka nuk vazhdoi dot më këtej e tutje ose kujdes të mos bëni gabime të mëdha të cilat nuk I ndreshni dot më pastaj. Kështu që kujdes. Sidomos në marrëdhëniet tuaja në total dhe në përgjithësi. Sido që do të ketë të pasojë video e posaçme në lidhje me këtë gjë që po them. Ju nuk harroni për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së sotme, një arritje shumë e madhe vjen në lidhje me, sikurse e thash, çështje ligjore gjyqësore, një dokument shumë I rëndësishëm që mund të jetë marrëveshje e rëndësishme, një kontratë e rëndësishme, një kontratë pune, një kontratë qiraje, një bashkëtesë, ndoshta nëse e vendosët, një fejesë nëse e vendosni sot apo normalisht ju gjejnë në kushte të tilla. Në total sot është ditë fitoreje. Le të themi sot ju themi bravo të qoftë, ja dole, ja arrite, lart e më lart, suksese dhe më tejshme, pra të tilla tipare ka dita e sotme. Përsa I përket ditës së martë, dita e martë është dita që e para jeni munduar shumë për të marrë një vendim në lidhje me çështje personale, më shumë se sa profesionale. Unë nuk e di se çfarë po bëni, nuk e di pse keni ngaturuar gjërat në jetën tuaj, në lidhje me femra në total dhe në përgjithësi, nuk keni treguar të vendosur sa duhet apo jeni vonuar sikur të tash të merrni vendime të rëndësishme dhe po e humbisni dikë për shkak të pa vendosmërisë tuaj ose edhe 5 minuta kanë mbetur. Në këto 5 minuta mundoni të korrigjoni nëse keni ndarë mendjen dhe doni dikë në jetën tuaj aktualisht, mundoni të korrigjoheni dhe të bëni gjërat siç duhet. Juve femrat e kësaj shenje, këtë mashkull sa do e prisni më shumë ta marrëvesh. Nuk e di, ndani mendjen edhe ju, sepse përderisa nuk I ka marrë vendimet, një 5 minutë është ai që përcakton akoma, ose aq 5 minuta ka ky person më shumë që t'ju bindi ose që të marrë një vendim në lidhje me ju. Nëse nuk e bën brenda 5 minutave, atëherë zero. Rezultat, themi mirupafshim dhe vazhdojmë më tej.
Për sa I përket ditës së mërkur, atëre këtu flasim dhe ka të bëjë këtë ditë me çfarëdo gjë që ju nuk ju lejon të jeni vetvetja, të shprehni mendimet tuaja ashtu sikurse ju kërkoni. Ka të bëjë me limitacione, ka të bëjë me kufizime, ka të bëjë me kontroll, nëse doni ta themi kështu. Kështu që dhe me tendencën tuaj ose të tjerëve, ju japin të japin marrëdhënies tuaj një formë të caktuar, t'ju vendosin juve në një kallëp të caktuar që mbase ju nuk bëheni dot. Kështu që mundoni ta kuptoni këtë gjë dhe nëse jeni ende në kohë, jepini fund. Pra, kërkoni të drejtën tuaj, kërkoni të jepni të tjerëve të kuptojnë se nuk keni një formë të caktuar, nuk e lejoni këtë gjë të ndodhi. Pra, është një formë censorshipi ose një formë sikurse tash kontrolli I të tjerëve kundrejt jush ose I juaj kundrejt të tjerëve. Do tash në marrëdhëniet tuaja do bëni shumë kujdes këtë javë. Në qoftë se po ndjeni se po asfiksoheni nga kontrolli që të tjerë të shtrojnë mbi ju, ka momenti të largoheni nga marrëdhëniet e caktuara. Në qoftë se jeni ju që po ushtroni këtë lloj kontrolli tek të tjerët, atëherë besoni do të ketë edhe reagime dhe nuk ka për t'i pëlqyer, domethënë. Të shohim. Nëse për sa I përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku diçka merr fund përfundimisht, domethënë këtu një marrëdhënie, ju thash, dikush po mundoj të vendosi një kallëp që nuk I përkisni atij kallopi. Domethënë ose ju po kërkoni të njëjtën gjë, ditën e enjte, diçka merr fund pikërisht për shkak të kësaj gjëje, një marrëdhënie e cila nuk ecën dot sepse është shumë mbytëse, qoftë nga ana juaj ose nga ana e të tjerëve kundrejt jush. Një marrëdhënie pune merr fund këtu. Dhe në total le të themi që gjithçka nuk I ecet më, domethënë gjithçka nuk mund të vazhdojë më prej këtij tutje, merr fund pikërisht këtu. Në raste shumë të veçanta ju kam thënë, kjo gjë mund të tregojë edhe vdekjen e një personi, një individi, në raste shumë të veçanta. Tani, për sa I përket ditës së premte, dita e premte tregon ndryshim. Shumë prej jush do të gjeten një udhëtim pune shumë të rëndësishëm ditën e premte. Shumë të tjerë kërkojnë një time out nga një marrëdhënie në çift. Janë I bashkëtes, tonë po e lëm, nuk do iki, dua të mendohem, nuk mund të vazhdojmë kështu. Pra është gjithçka po ju them, largohem për një farë periudhe për të fokusuar më mirë idetë e mia ose për të menduar më mirë në qetësinë time se çfarë do të bëj me të ardhmen time dhe pastaj të marr vendimet e duhura. Domethënë, nga një marrëdhënie ndoshta po largoheni përkohësisht, nga një vend pune po merrni leje. Gjëra të tilla ishte kuptova domethënë. Po që është një moment shkëputjeje. Nga gjithçka jeni duke bërë apo nga gjithçka jeni pjesë aktualisht. Dita e kurrente e premte. Mund të dhe një ekskursion që ju ndihmon thjesht të shkoni diku të qartësoni idetë tuaja me çfarë do bëhet prej andej tutje me jetën tuaj. Për sa I përket pastaj ditës së shtunë, kujdes. Trafik, njështra, mashtrime, gjëra që nuk I dini po I merrni vesh, hakmarrje nëse doni. Kujdes nga armiqtë tuaj, ju a thash. Kjo javë është e tillë. Banesa e 7 përfaqëson edhe armiqt, kështu që kujdes. Këtu dikush që ju ka vëth në vesh, do akmeret. Ose mund t'jeni ju që do e bëni këtë gjë, por që në total do kujdes. Do shumë kujdes. Dita e shtunë. Shumë fare. Trafik, njështra, mashtrime, gudti pas shpine, të tilla gjëra tuan shumë kujdes. Për sa I përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që thirremi marrim një thirrje gjyqi. Do thoni juve mua ditën e diel, ku ka më ditë tani më? Tani çfarë është për të ardhur vjen. Dhe s'është e thënë se s'bën t'ju vi konkretisht nga një sallë gjyqi ose nga një institucion I tillë, por ju vjen edhe si lajm. Shkoti ore se u mora vesh që kështu më tha tjetri se e kuptuat se çfarë po them. Nëse sido që të jetë dita e diel, duket sikur ose po mendoni për një thirrje të tillë, ose po mendoni për një proces gjyqësor që është duke ardhur, ose në total le të themi që kjo gjë ndodh. Ndodh ditën e diel, pikërisht ditën e diel. Përshëndetje, përshëndetje një akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në këtë javë të re. Edhe për ju dhe si për të gjithë ne, është një javë e cila kthen gjithë vëmendjen tuaj tek çështje shëndeti, çështje përditshmërie, rutine, pune, kushte të cilat punoni, sa
të favorshme janë për ju, çfarë duhet të ndryshojë, mund të ketë ndryshime në ambientin e punës, puna kolektive në grup duket se ka dhe ajo gjëra për të thënë, nëse në total bëni kujdes kësaj jave, ka për qenë trysnuese, por brenda trysnive them se dalin edhe zgjidhje problemesh ose ju kuptoni se ku duhet të vijë ndryshimi. Ose nëse ndryshimi po vjen, atëherë ku duhet të përshtateni ju më mirë. Atëherë, për parashikime personale, sigurisht që më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket javës pastaj, sot dita ndjeni të plot, ndjeni të realizuar, ndjeni se avash po ja dilni të qëndroni në këmbë dhe po ja dilni ta vini jetën tuaj në një vit të drejtë. Çfarë lloj problematikash keni pas me shëndetin pikë së pari, me shëndetin, me karrierën, me çështje personale, profesionale, ekonomiko-financiare, duket se më në fund janë sheshuar dhe avash duket se po marrin një farë drejtimi të kënaqshëm. Por sot, sido që të jetë, favorizohet shumë puna krijuese, qofse punoni me ide, sot do të keni ide me të vërtet të rëndësishme që nëse i komunikoni tek personat e dur, duket se fitoni goxha dhe përfitoni goxha, sidomos në lidhje me karrierën tuaj, kështu që gjërat janë duke ecur mirë. Sot arrihet një farë stabiliteti ose në sajt e një ideje që do keni, duket se stabilizoni diçka sot në jetën tuaj. Tani, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e pritjes, dhe kjo më tepër lidhet me aspektin personal, një dashuri platonike, do thosha, një dashuri idesh, jeni dashuruar me iden dhe jo me personin, ose thjesht aludoni, por nuk guxoni që të merrni hapa konkret në lidhje me këtë gjë, se të jeni meshkuj, të jeni femra, ju shkoj më tepër në vend numëror se sa të jeni duke vepruar. Unë do thosha nuk arrit asnjë gjë kështu. Domethënë, të rish thjesht të presësh diçka pa lëvizur gishtin e vogël për ta ndryshuar situatën, nuk të çon gjikundi. Kështu që edhe kjo ditë, le të themi, do iki kështu, thjesht në planin e ideve. Por asnjë gjëje konkrete që ta kuptoni tamam. Por sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është një ditë ku ju thash që kjo javë ka të bëjë me shëndetin apo jo. Ka të bëjë me shëndetin, ka të bëjë me mirëqenien fizike dhe jo vetëm. Shumë prej jush mund të vendosni ditën e Mërkur të nisni një palestër. Okej? Të nisni një palestër, të fokusoni tek vetja juaj, të shikoni çfarë do të përmirësoni tek vetja juaj, të ndryshoni ushqyerjen, mënyrën se si flini, se si ngriheni, se si kujdeseni për veten në total që ta kuptoni. Kështu që është një ditë e tillë, por po ta marr dhe ta zgjeroj çik më tepër, do thosha është një ditë shumë e bukur për të vendosur se si mund ta ristrukturoni punën tuaj në mënyrë që të jetë më produktive dhe të ketë më shumë arritje dhe sukses. Do thënë është një ditë e tillë. Por që sido që të jetë për çfarë lloj gjëje vendosni ditën e Mërkur, duket se ja dilni fal vendosmërisë dhe angazhimit, por edhe disiplinës. Kështu që kështu. Shumë mirë. Vazhdojmë me ditën e enjte. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte kujdes me financat ose kujdes me gabimet në total. Kujdes me gabimet në punë. Janë gabimet të vogla, të pafalshme, por që kostoja është e madhe, do me thënë, kushtojnë shumë. Kujdes se si menaxhoni financat tuaja, mund të dalin shpenzime ose mund të keni humbje, pra një keq menaxhim i të ardhurave tuaja mund të çojë deri në falimentim. Do kuptoni këtë gjë, juve për shumë që jeni në biznes, nuk mund të manipuloni nuk mund të manipuloni me shumë. Mire thash, manipuloni me shumë të mëdha, nuk mund të përdorni shumë të mëdha, nuk mund të hidhni në treg shumë të mëdha sepse u mbisni. Gjithashtu tregon një kaos total. Kjo ditë do të jetë kaotike për ju, kjo dita e enjte. Kujdes gabimet që ju kushtojnë shumë dhe ekonomiko-financiarisht po dhe materialisht. Kujdes, duhet ta hapni sy të kuptoni se dikush po ju shfrytëzon ose po ju përdor dhe financat tuaja keq, dhe ka të bëjë me probleme që burojnë nga e kaluara dhe duhet i zgjidhni më në fund. Do të kuptoni që ato probleme të cilat janë të vogla në duke, po dëmin e bëjnë të madh, dhe kujdes burnoutin psikologjik, do të thonë kujdes mos ta te i lodhni veten tuaj duke marrë përsipër ngarkesa më të mëdha nga ç'mund të përballoni realisht. Pra kujdes në vija të përgjithshme dhe kujdes në shëndetin sepse me sa duket ritmet me të cilat punoni dhe jetoni kanë një kosto të madhe për shëndetin tuaj dhe mund rrezikoni më saktë që
të arrini në probleme shëndetësore kronike pastaj. Kështu që kujdes me gjëra të tilla. Pra kujdes financat, shëndetin, përditshmërinë, gabimet, keqkuptimet, gjëra të tilla. Për sa i përket ditës së ditës së premte, dita e premte, po, sigurisht, tu themi, dikujt i themi mirupafshim njerëz sepse largohet njëre për gjithmonë nga jeta jonë, domethënë ta kuptojmë këtë gjë, nuk kemi çfarë t'i bëjmë, nëse dikujt i ka ardhur dita që ta mbylli me këtë jetë, njëre mirë, atëherë kështu do jetë. Do të ndjeni keqardhje deri diku. Në përgjithësi kjo vjen me fat çlirimi, do thoni që shpëtoi. Iku kjo, 1. Dhe thash, kjo vlen për ata që e dinë që kanë një situatë të tillë në jetën e tyre. Tani përsa i përket pjesës tjetër, le të themi kjo është dita që mbyllni njëre për gjithmonë çfarëdo gjë që ju lidh me të kaluarën dhe me një të kaluar të dështuar, që ka të bëjë me marrëdhënie në çift, që ka të bëjë me marrëdhënie pune, që ka të bëjë me një jetë të dështuar në total ose me vendime të dështuar ose vendime që kanë çuar në një dështim. Kështu që këtu mbyllet një kapitull goxha i gjerë për ju. Arrin deri tek 7 vjeçar për disa, 10 për të tjerë, 13 për të tjerë, 1 vjeçar për të tjerë. Megjithatë, sidoqë të jetë këtu jemi. Iku dhe kjo, dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë tani, dita e shtunë është dita e komunikimit. Tani kjo është dita e komunikimit, kjo është dita e të thënit të vërtetave për atë çka është, kjo është dita e dorëzimit të shumë prej jush mund të vendosni të jepni dorëheqjen nga një vend pune, shumë prej jush vendosni të ndaheni, shumë prej jush mbaroni mbyllet një bashkëtesë këtu ju thash, nisi ditën e premte kjo gjë dhe merr një formë konkrete me sa duket ditën e shtunë, pra diçka mbaron më në fund. Është dita e fundit e çfarëdo gjëje që mbyllet këtu. Shiko, për disa të tjerë mund të jetë unë nuk them më në vetë situatë, ose unë e mbyll me të kaluarën këtu dhe i mbyll të gjitha rrugët ose rrugët të komunikimit. Me thënë, diçka mbaron përfundimisht ditën e shtunë për juve. Hënë e matëm kurrejtë e premte e shtunë. Ka nisur që ditën e premte, po, nuk gabohemi ne tash, dhe mbaron pikërisht ditën e shtunë përfundimisht e ka fjalën. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është ditë fati. Dita e diel çfarëdo gjë sjell në rrugën tuaj nuk do i thoni jo. Se do jetë një mesazh, se do jetë një indicie, se do jetë një mundësi e vogël, ju ndryshon komplet jetën tuaj. Kapeni këtë mundësi dhe mos e lëshoni ty ke kështu kollaj, ju çon për shumë mirë. Tash, një moment i vogël mund të jetë, por një rastësi e vogël, por që ka forcën dhe fuqinë të ndryshojë komplet jetën tuaj për mirë. Kështu që shfrytëzojeni. Përshëndetje, përshëndetje shenjë shigjetar, dhe ja ku jemi përsëri këtu në javë të re, për shenjën tuaj në Zodiac Oracle, që kjo javë normalisht edhe ju trysnon në çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje dashurie, romance, mirëqenieje, çfarëdo gjë ka të bëjë me lojra fati në total, me investime nëse doni, me punën krijuese, me fëmijët tuaj, por fundja sjell dhe një rezultat shumë të kënaqshëm në fund të fundit. Do flasim më gjerësisht në lidhje me këto gjëra, por që sado që të jetë fokusi këtë javë është pikërisht tek mirëqenia juaj në total, biznesi, çfarëdo gjë ka të bëjë me punën krijuese, sikurse ju thash, që jeni personazhe publik ose jeni në art ose në sport, pavarësisht vështirësive që mund të asin në rrugën tuaj, do të them se do të keni dhe një farë suksesi. Megjithatë kujdes të jeni me këmbë në tokë kur vendosni për të ardhmen tuaj, në cilën do prej këtyre fushave. Tani, për të rezervuar takimin tuaj në privat, ju lutem më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe përsa i përket ditës së sotme, dita sot fillon me suksese. Përsa i përket biznesit, paras, mirëqenies në vija të përgjithshme, përsa i përket famës, përsa i përket emrit tuaj, pra ndërtoni një emër, një imazh dhe është i favorshëm për ju. Shfrytëzoni faktin që shumë individ këto kohë mahniten nga prezenca juaj, nga idetë tuaja dhe ktheni këtë gjë në favorin tuaj, por në përgjithësi dita sot favorizon financat, biznesin, sipërmarrjen, sidomos në qoftë se të gjitha këto shtrihen në fushën e bukurisë, të artit, të modës, të financave në total. Kështu që këtu jemi goxha të favorizuar. Juve femrat nuk e dini nëse sot do të merrni lajmin se
një çështje shtatzanie ecë në favorin tuaj, ose se dikush vjen dhe ju propozon për një fejesë, martesë apo bashkëjetesë. Juve meshkujt jeni tek pjesa tjetër e biznesit më tepër dhe paras. Dhe fakti se stabilizoni diçka në jetën tuaj pikërisht sot, me çështje të tilla. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita shumë e rëndësishme e lajmeve të rëndësishme që ndryshojnë jetën tuaj për mirë. Pra, aty ku kishin ngecur më në fund, ju jepet okay për të vazhduar përpara. Një dokument që mezi po e prisni ja ku është dita pra që ju jepen okay dhe çelë drita jeshile për të arritur objektiva të caktuara. Në qoftë se kishin kohë që po prisnin një lajm të rëndësishëm ja ku po vjen, ose një dokument të rëndësishëm sikurse po e them ja ku po vjen, është një ditë që mund të rinisi komunikimi me një person që komunikimi ishte ndërprer, dhe është një ditë që favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me mbaroj punë të përditshme, shkruaj detyrime, mbaroj punë me banka, transaksione, paguaj faktura, detyrime që i kam, mbylli dhe çështje praktike shumë kollaj ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e vonesave, e vështirësive, e kompleksitetit, e jeni çorb dhe mirë do të ishte të mos merrni vendime të rëndësishme ditën e mërkur, ose në qoftë se rastisë që shumë informacion të vi dhe t'ju konfuzoj, mundohuni përpara se të merrni çfarëdo lloj vendimi apo të poziciononi në lidhje me ato çka dëgjoni apo ju serviret, të çekoni informacionin fillimisht, okay? Nëse s'do që të jetë përballet me probleme që duhen zgjidhur, konfuzioni thash nuk ka për të munguar, mundoni të jeni sa më të kthjellët, të jetë e mundur, dhe në qoftë se ndjeni se nuk jeni në gjendje për të marrë vendime të rëndësishme, atëherë evitojini ato, shtyhini. Por që unë them në fund ja dilni ju thash, pavarësisht vështirësive që do të hasni në rrugën tuaj këtë javë, them se në fund edhe ja dilni. Por që është një ditë sfidash ta merrni kështu, dita e mërkur me një konfuzion të lartë, që do qartësi, që do kthjellim, që do vendime t'i merrni me shumë pasi t'i keni domethënë mirë analizuar gjërat. Tani, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte përsëri lajme të rëndësishme, përsëri sqarime për të bërë, përsëri çështje dokumentacioni që ecën në favorin tuaj, pra me sa duket dita e martë edhe dita e enjte favorizojnë çështje të tilla, keni një farë vështirësie, ose me sa duket, duhet ta ndani mirë mendjen përpara se të merrni vendime të rëndësishme, para se të vendosni për shembull të mos shkruani një kontratë të rëndësishme, që e vështirë këtë javë në fakt do i thosha bëni shumë kujdes me nënshkrim e kontratash, por që sido që të jetë i keni këto në favorin tuaj dhe mundoni të shfrytëzoni edhe ju. Në totale të themi që edhe dita e enjte sjell mundësi nënshkrimi kontratash të rëndësishme, okej që ju hapin rrugën për të vazhduar më tej me çështjet tuaja, lajme të rëndësishme që ju hapin rrugën për të vazhduar përpara, e të tilla gjëra në total. Ishte dita e enjte kjo. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që favorizon flirtin, njohjet e reja, bashkëpunimet e reja, por që a premtojnë apo jo, do i thosha me kujdes. Do të thënë, a mund t'i shijoni? Po. A mund të shkënaqeni përkohësisht? Po, por që të merrni vendime të rëndësishme dhe të vraponi për të pasur një realizim konkret, do i thosha jo, akoma shumë herë dhe bëni kujdes. Kjo pra përsa i përket dhe ditës së premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, edhe këtu kemi vështirësi, por që kalojnë, do me thënë do shikoni që edhe kjo si ditë sjell një farë vështirësie me veten e vet, përsa i bie arritjes së objektivave tuaja, do të ndjeni të ngecur, do të ndjeni të pamotivuar, do të ndjeni se për çfarë do lloj hapi që idhni dalin pengesa përpara, por do të mendoni ndonjëherë se edhe pengesat kanë një arsye pse. Ndoshta diçka po bëhet gabim, ndoshta është një mënyrë që ju të reflektoni, të merrni pak kohë, të vini pak kohë, përpara se të merrni një vendim të rëndësishëm. Kështu që sido që të jetë, pavarësisht vështirësive, unë thash që do ja dilni. Por mendojini këto vështirësi si një mënyrë për të reflektuar, për të ndarë më mirë mendjen, ose për të kuptuar se a e doni vërtet ndryshimin që po vjen në jetën tuaj apo jo. Në rregull, nëse janë vonesa të përkohshme, janë bllokesa të përkohshme, nuk ju prishin punë përsa i përket realizimit dhe arritjes totale të objektivave tuaja, është thjesht një moment i vogël, përdoren si moment reflektimi. Okej? Kaq. Përsa i përket pastaj dhe ditës së diel, dita e diel është ditë që bëjmë kujdes me udhëtimin. Pikë së pari njerë, sidomos përmes ajrit dhe ujit, kujdes mos të mbisni sende personale, kujdes me financat, sepse mund të dalin shpenzime të paparashikuara, kujdes me
çështje të së kaluarës, kjo sjell edhe përballje, sjell edhe skandale, sjell edhe të vërteta që dalin në pa, pra të vërteta që i zbuloni por që nuk i dini deri më dje, dhe që lidhen sigurisht me marrëdhënie në çift ose me çështje familjare ose ekonomiko-financiare. Pra këtu dalin gabime që janë bërë në një të kaluar, mund të ekspozojnë ose të ekspozojnë të tjerë përpara jush, por që e vërteta merret fund më në fund. Kështu që keni parasysh këtë gjë. Përshëndetje i Briciapi dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle. Kjo është një javë e re, me kismet të ri themi ne, sido që të jetë kjo javë kthen gjithë fokusin tuaj në çështje familjare, çështje prone, çështje që lidhen me të kaluarën tuaj, me fëmijërit tuaj nëse doni, me rrënjët tuaja, se dhe kjo javë është një javë shumë e rëndësishme për shumë prej jush për të vendosur realisht në lidhje me një bashkëjetesë, nëse do të vazhdoni të qëndroni këtë bashkëjetesë, në lidhje me një vendbanim të tipit do të qëndroni në atë banesë që jeni apo do të ndërroni banesë apo dhe vend qëndrim fundja, do të jeni banor të një qyteti apo të një qyteti tjetër, të një shteti apo të një shteti tjetër, që jeni jashtë shtetit mos ndoshta ka moment të ktheheni brenda shtetit të bukur shqiptar, ende nga keni dhe prejardhjen, e në total domethënë është një javë që shumë fokusin e ka tek prona, tek çfarë do gjë ka të bëjë me familjen, me të kaluarën, me fëmijërinë, me qëndrime vendbanime sikurse i thash, me bashkëtesa e gjëra të tilla. Kjo javë. Të flasim më gjerësisht në lidhje me këto, nga që bëhet fjalë, ju nuk harroni që për të rezervuar takimin tuaj në privat të më shkruani në WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së sotme, diçka zbuloni sot, diçka e merrni vesh. Dhe në varësi të kësaj gjë që zbuloni, merrni dhe vendime të rëndësishme të tipit, jo, në këto kushte kjo bashkëtesë nuk mund të vazhdojë më. Jo, në këto kushte dhe me këtë gjë shumë po marr vesh, kjo marrëveshje nuk mund të vazhdojë më. Ose kjo marrëdhënie nuk mund të ecë më. Sido që ti duhet të kuptoni diçka, ajo çka mbaron sot, ju jep mundësinë që të filloni diçka tjetër nesër ose edhe sot, përsëri, që do jetë shumë më premtuese dhe shumë më mirë për ju. Pra, sot mbyllet diçka për të nisur diçka tjetër, por shoqërohet me një zbulim, shoqërohet me hapje syri, shoqërohet me thjellim mendimesh, idesh edhe pamjesh. Kjo është ideja. Tani, përsa i përket ditës së martë, këtu më çoj nuk e di pse, përsa i përket ditës së martë, këtu jeni ju të cilët statuar shtregoni aftësitë tuaja, vlerat tuaja, pra fal vendosmërisë tuaj, fal jo vetëm vendosmërisë, po dhe vetbesimit tuaj, duket se arrini një objektiv shumë të rëndësishëm në punë, në çështje personale, në çfarëdo gjëje kërkoni të arrini një farë objektivi, duket se ja dilni të keni sukses ditën e martë. Tash, këtu po flasim për arritje shumë të mëdha personale tuajat, që arrihen fal vendosmërisë tuaj, fal vetbesimit tuaj, fal faktit se tregoni se jeni kompetent për të realizuar diçka dhe po mund të shoqërohet dhe me një ngritje në detyrë ose me emërimin tuaj diku ose me gjëra të tilla që ta kuptoni, domethënë ti bjem shkurt. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e lodhjes së përditshme. Shumë prej jush domethënë po kuptoni se përditshmëria po ju lodh, rutina po ju lodh, por edhe nuk e keni dhe forcën për ta ndryshuar atë. Në qoftë se është kështu, atëre vazhdoni se s'keni çfarë të bëni tjetër. Por thjesht do të jetë një ditë e lodhshme. Por të gjithë juve pastaj të tjerët që do doni kësaj lodhjeje, kësaj rutine të jepni fund, mundësinë do e keni. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e fillimeve të reja. Çfarë fillimesh të reja janë këto? Po mund të jetë një bashkëtesë, si po e nisni tani. Mund të jetë një lidhje e re që ka nisur dhe sa duket po premton goxha. Mund të jetë një fëmijë që sapo ka ardhur në jetën tuaj ose fakti që sapo është ngjizur ky fëmijë, domethënë jeni nëna shtatzana ose jeni duke pritur, jeni në pritje të ëmbël. Një bashkëtesë tash, një fakti që po filloni punë për herë të parë diku, ose nëse keni ndryshuar pozicion pune, atëherë është një ambient i ri pune për ju. Mund të jetë një shpërngulje në një banesë të re, në një shtet të ri, pra është thjesht një fillim i ri në jetën tuaj që nis pikërisht ditën e enjte. E hënë e martë, më kur e enjte tani. Po. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që jeni të favorizuara juve femra, kapni gojën, kërkoni çfarë të doni dhe ajo gjë realizohet, sidomos përsa i përket financave. Kjo vlet tepër për ju
për femrat e shenjës tuaj që e keni një financues, ta kuptoni tamam siç duhet. Po, mund t'i kërkoni çfarë të doni ju dhe do e zbatoj atë dëshirën tuaj, por deri në një farë pike, mos t'ju gënjej mendja dhe përtej financave apo përtej mbështetjes ekonomiko-financiare t'i kërkoni diçka më tepër në lidhje me marrëdhënien që keni ndërtuar, sepse nuk bëhet. Domethënë, keni këtë pozicion që keni këtë marrëdhënie që keni, ky person ju financon, sikur se thash, por ka dhe shumë gjasa që ta ketë një familje, ta ketë një person konkret real në jetën e vet, kështu që tash mos t'ju gënjej mendja, nuk mund të bëni ju ajo çka është fati dikujt tjetër, domethënë, nuk bëhet. Përsa i përket juve meshkujve, bëni kujdes, të femër për sa kohë e mbani dhe mirëmbani është e juaja, por sikur kjo gjë të mos jetë e mundur në moment caktuar, do ju lëri. Me thënë, mos t'ju gënjej mendja juve meshkujve se këtë femër mund ta keni realisht, konkretisht në jetën tuaj, nuk bëhet. Është vetëm femër qefi, ta kuptoni. Ta them kështu. Pra juve femrat mos kërkoni më shumë se sa ai sa ju është premtuar dhe ai sa keni rënë dakord, juve meshkujt mos t'ju gënjej mendja, kjo femër nuk është për shtëpi, ta kuptoni kështu. Nuk e do familjen, do të tjera gjëra. Atëre iku dhe kjo, po, e hënë e martë, me kurejtë e premte, po. Përse i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita çfarë ditë është kjo? Po, kjo është dita e deklaratave, kjo është dita për të kërkuar atë çka është e juaj dhe ta fitoni ta merrni. Domethënë, këtu është mbroj interesin tim me argumenta, me prova dhe në fund fitoj unë, që ta kuptoni këtë gjë. Kështu që për çfarë do përballje mund të keni lektike, fizike, pronash, nuk e di se çfarë, ditën e shtunë, pavarësisht sfidave, pavarësisht vështirësive dhe pavarësisht pa drejtësisë, nëse doni dhe kështu, them se ja dini që të mbroni interesin tuaj dhe të jeni ju ata të cilët fitoni më në fund. Zgjidhet një farë çështjeje e caktuar dhe bini dakord për se në çfarë termash do të nënshkruani një kontratë të caktuar dhe kjo kontratë përpilohet në varësi të kërkesave tuaja. Prandaj është fitore për ju. Tani nëse jeni në një proces gjyqësor, për një çështje trashëgimie, për një çështje pune, pse jo, që dikush u ka rënë në qafë, për një çështje divorci, tash termat vendosen në varësi të interesit tuaj. Dhe jeni ju të fituarit e kësaj historie. Dhe përse i përket ditës së diel, dita e diel është dita e shumë normale, të diel është do martohen disa prej, do martohen, do fejojnë, do bashkëtojnë, ose ajo marrëveshje që u thash, më në fund në shkruhet në favorin tuaj. Që ta kuptoni, ka dhe marrëveshje që në shkruhen edhe ditë të diela. Kështu që keni parasysh. Përshëndetje, përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Këto janë parashikimet e javës edhe për këtë javë për shenjën tuaj, një javë e cila me të drejtën është një javë e cila kjo favorizon dhe çështje familjare të zgjidhen shumë mirë, favorizon edhe çështje pune të gjejnë, domethënë goxha zgjidhje të mira, favorizojnë edhe çfarëdo gjë ka të bëjë kontrata të rëndësishme që mund të nënshkruani, kontrata të rëndësishme, komunikimi është i favorizuar pavarësisht se do hasi në bllokesa të caktuara, prapë them se në fund pavarësisht mosmarrëveshjeve apo uljeve dhe ngritjeve, them se ja dini dhe ju të arrini disa objektiva të rëndësishme brenda kësaj jave. Ose pse jo të arrini të nënshkruani një kontratë në varësi të interesave tuaja brenda kësaj jave. Pavarësisht tash faktikisht do të hasi në vështirësi në fillim. Nëse për më tepër do flasim ne, do e bëjmë një video të posaçme në lidhje me këtë gjë, dhe në lidhje me këtë javë. Përsa i përket pastaj faktit se mund të keni nevojë të rezervoni një takim në privat me mua, atëherë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së sotme, tash përmes vështirësive, me sa duket arrihet një marrëveshje e rëndësishme, arrihet një
realizim I rëndësishëm për ju që ka lidhje me biznesin tuaj, që ka lidhje me familjen tuaj, që ka lidhje me financat dhe që ka lidhje me dashurinë. Domethënë është një ditë që sot pavarësisht sfidave, çështje ligjore gjyqësore, çështje administrative, çështje administrative, domethënë çfarëdo gjë lidh me institucionet e rëndësishme shtetërore, me policinë nëse keni pas probleme me policinë ose me autoritetet e shtetit, me kontrollin ose autoritetin në përgjithësi në jetën tuaj, për fakti që kërkoj një ritje rroge, edhe mund t'ja dini sot. Pavarësisht shumë vështirësive dhe ja dini. Pra, sot dita favorizon, por pasi keni pasur vështirësi të caktuara më përpara, domethënë arrihet suksesi, por pasi keni kaluar dhe I përballë me disa sfida të caktuara. Për sa I përket ditës së martë, dita e martë për gjithë juve që keni abuzuar me fonde të caktuara, me pozicionin që u është dhënë, do ta gjeni veten pas kangjëllave, për të gjithë juve pastaj që keni ngecur në një marrëdhënie të caktuar, duhet të kuptoni se duhet të jep një farë zgjidhje. Domethënë, kjo vlen edhe për sa I përket aspektit psikologjik, nëse keni ngecur diku dhe duhet të jepni një farë zgjidhje kësaj gjëje, po vendimet I merrni ju, ose ka të bëjë pastaj me burg, po, sikurse po e them, dhe me çështje të tilla, nëse diku keni gabuar dhe keni abuzuar me ato post që ju është dhënë. Dhe vërtet është që ajo letër që kishim për sot e ka këtë lloj. Ka. Nëse të shohim për disa prej jush, ndoshta tregonte faktin se me anë të një garancie që do paguani, edhe mund t'ja dini paq. Por të tjerë pastaj varet se ç'a abuzimi keni bërë, varet se sa keni gabuar. Aty shpëtim nuk ka më. Për sa I përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita është dita që do kujdes, është barut, domethënë, tashun diçka është bërë gabime dhe këtu shpërthen çdo gjë. Shumë prej jush jo vetëm do përballeni me burg, por edhe me skandale. Domethënë, kjo gjë prish dhe imazhin tuaj, ju ndikon edhe më shumë se kaq. Në total, për sa I përket ditës së mërkurë, do të thosha kujdes nuk përfshihem në debate, kujdes, edhe është vërtet e tillë dita, domethënë është e çuditshme. Edhe keni dhe shenjën e dashit, që normalisht ato që ju thash më përpara vlen për faktin se pjesa më e madhe e planeteve të janë në shenjën e dashit dhe krijojnë situata të tilla. Për ju ka të bëjë me ekspozimin në publik, kujdes juve që operoni në rrjetet sociale, do ekspozoheni dhe nuk është gjë e mirë, kujdes sepse po ka të bëjë me skandale, sikurse ju thash, dhe kujdes se ka të bëjë me komunikimin. Pra një fjalë e vogël që mund të thuhet ndoshta dhe pa të keq, mund të shkaktojë dëme shumë të mëdha. Pra kujdes. Kujdes nga e paparashikueshmja, kujdes nga ajo çka vjen si diçka e pa rëndësishme, por që të bën gjëmën, që ta kuptoni kaq gjë. Dita e mërkurë kjo. Për sa I përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e naivitetit. Me thënë pikë së pari kujdes naivitetin, nuk mund të jeni naiv. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm me atë çka besoni apo kujt I besoni, sepse do kuptoni se keni qenë viktima, ose keni rënë viktime e dikujt, ose të mos bëni viktime e dikujt, jeni vigjilent, sikurse po ju them. Është një ditë që do të ndjeni të shqetësuar për çështje shëndetësore tuaja të ndoshta, në lidhje me personat të moshuar që keni në familjen tuaj dhe shëndetin e tyre, ose me fëmijët tuaj nëse I keni adoleshent dhe shikoni që po shkasin disi. Në kushte të tjera le të themi që dashamirësia shpërblet, por do dhe një farë mase, do të ta I kaloni masën, dhe kujdes me cilët persona vendosni të ndani shtratin tuaj, të them kështu, sepse edhe mund të bëni pasojat në shëndetin tuaj. Në rregull, ta themi kaq bukur dhe zbukuruar. Dhe kujdes me financat, nuk japim hua dhe as nuk marrim hua. Nuk është ditë që të ecësh me idenë se usa gjuna dal ta ndihmoj, sepse tash do bini viktima një situate që nuk është ashtu sikurse po ju paraqitet. Pra bëni kujdes. Tani, për sa I përket ditës së hënë e martë mërkurë enjte, ditës së premte. Dita e premte, po, ditën e premte, harrova t'ju thosha për sa I përket ditës së enjte, që ajo tregon dhe një dashuri. Domethënë, njëra palë jume sa duket në këtë mes, ose dhe para tjetër, nuk e dim atë gjë, njëjët I keni të sinqerta. Por kujdes me palën tjetër sepse mund të jetë në një marrëdhënie tjetër dhe ju nuk e dini. Dhe këtë gjë do e zbuloni pikërisht ditën e premte.
se lidhen gjërat. Atë ditën e premte kuptoni shumë prej ju se në një marrëdhënie personi që me të cilin jeni nuk ka qenë i sinqert me ju dashje pa dashje keni qenë personi i tretë në atë marrëdhënie, pa e ditur ose duke e ditur, nëse keni ditur, buni gati të përballeni dhe me pasojat, pra do dilni, do merret vesh pra që ju keni qenë personi tjetër, do bëhet një gjullurdhje e madhe. Juve meshkujt bëni kujdes se cilat femra, si ngatroni femrat në jetën tuaj, sepse ju me sa duket jeni më tepër përgjegjës për këtë situatë. Pra ju meshkujt e kësaj shenje bëni kujdes më tepër. Juve femrat pastaj çfarë të themi, do kuptoni se rivalizoni me një femër tjetër për vëmendjen e një mashkulli ose për zemrën e një mashkulli. Zoti i madh, akoma në këto kushte jemi. Nejse, nuk ju leverdis juve femrave të kapeni me fjalë ose të hyni në përballje me femra të tjera autoritare, që mund të jenë mamaja juaj, që mund të jenë djera juaj, ose që mund të jetë edhe një person me të cilën bashkëpunoni ose është e prorja juaj. Në këtë rast humbisni. Që bëni kujdes, mos thoni që sua thash. Dhe përsëri bëjmë kujdes me financat. Kujdes. E hënë martën kurrente e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ka të bëjë me këtu jemi ose marr pjesë në një shfaqje teatrale dhe kaloj shumë mirë, ose le të themi jeni ju pjesë e kësaj shfaqjeje, pra të gjithë juve të kësaj shenje që jeni në art, që jeni në sport, që jeni të ekspozuar në dritën e projektorëve, ju pret një arritje dhe një sukses shumë i madh. Okej? Kjo është ideja. Për të gjithë juve pastaj që jetën e keni konceptoni si një shfaqje teatrale, ka për t'ju ecur mirë. Ta themi dhe këtë gjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është diell. Diell, përsa i përket familjes, pra kemi të bëjmë me tryeza familjare, mbitemi si familje, gëzojmë, përsa i përket një ndoshta ditëlindjeje, ardhjes së një fëmije në jetë, një martese, një fejese, një bashkjetese, famës përsëri, do me thënë shkëlqen ylli juaj më në fund. Kështu që është një ditë shumë e bukur për ta kaluar me familjen, për të mirëpritur famën, pra zgjojeni të famshëm ditën e diel një pjesë e mirë e juaja, edhe në total është dita për të shijuar jetën në total. Përshëndetje, përshëndetje peshqve dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle. Javë e re kjo, javë e rëndësishme do thoshim, kjo është javë shumë e rëndësishme përsa i përket financave tuaja dhe vlerave tuaja. Në qoftë se shkoj edhe me sfida, në qoftë se ju do të dini të evitoni gabimet, do të jeni vigjilent, do të ruani qetësinë, dhe do të dini të lexoni ose të parashikoni atë çka prapa kuintave po ndodh, atëherë në lidhje me financat tuaja pikë së pari do të dini të fituar, pra do të arrini një marrëveshje të rëndësishme me natyrë ekonomiko-financiare, ose mund të arrini të kërkoni një ngritje në rrogë dhe ja dilni, thjesht në totale të themi që favorizojnë financet ose vlerat tuaja, për shembull diku ku nuk keni ndjerë të vlerësuar, më në fund të merrni vlerësimin që ju takon. Sido që t'jetë do flasi më gjerësisht në lidhje me këto gjëra, ajo çka duhet ju them është se ju të dietishën e dytë këtë javë favorizoni dhe në lidhje me kontrata të rëndësishme, pune edhe në lidhje me çfarëdo gjë ka të bëjë me dashurinë, ka të bëjë me fëmijët, ka të bëjë me punën krijuese, ka të bëjë me ide të rëndësishme tuaja që nëse i komunikoni ashtu siç duhet, fama është e juaja dhe duket sikur keni fituar një jackpot të rëndësishëm, kështu që javë e rëndësishme. Nejse, për më tepër detaje dhe hollësira, në qoftë se keni nevojë për një parashikim më të detajuar, atëherë mund të rezervoni takimin tuaj në privat, duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së sotme, le të themi që dita e sotme është dita e fundit e vuajtjeve të mëdha që keni kaluar. Pra kjo është sfida e fundit. Sot dita sjell sfidat e fundit në lidhje me një marrëdhënie të vështirë që keni kaluar, në lidhje me një problematik me natyrë ekonomiko-financiare ose me natyrë ligjore, çfarëdo gjë ju ka shqetësuar ose ju ka bërë të vuani deri më tani, le të themi këto janë vuajtjet e fundit që po kaloni para se të vijë një sukses i madh në jetën tuaj. Kështu që hajde ta kalojmë këtë gjë, mos e humni besimin dhe shpresën, shpresa dhe se fundit sido që të jetë, gjërat kanë për të shkuar më mirë keni për ta parë. Për sa i përket pastaj ditës së
Dhe pra, dita e hënë dhe dita e martë ju tregojnë shumë qartë se duhet të duroni, mos si rëzoni muret, ju lutem shumë, qëndroni të fortë në mendimet tuaja, qëndroni të pa lëkundur, mos u friksoni, mos u mposhtni nga vështirësitë me të cilat jeni duke u përballur, le të themi janë vështirësitë e fundit para se të vijë një rezultat ose një arritje shumë e madhe. Për të gjithë ata prej jush do të dinë të rezistoni dhe të mos e humbisni në momentet e fundit, fitoria ka për të qenë fenomenale. Okej? Që keni parasysh këtë gjë. Mbroni interesat tuaja, mos u lëkuni, tregoni të fortë dhe të vendosur, në fund keni për të shpërblyer. E kam seriozisht këtë gjë. Thjesht dita e hënë dhe e martë vinë me sfida të tilla. Përsa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që favorizon çdo lloj gjëje që ka të bëjë me çiltërsinë, naivitetin, pastërtinë, në komunikim, në shpirt, në marrëdhënie, në persona që u ndihmojnë për të arritur atje ku duhet të arrini sepse u shikojnë si individ që ja vlehet të se thuash suportohet, domethënë nuk ka për të munguar suporti nga të tjerët, është një ditë që pavarësisht tendencave që do të keni për të qenë ndërimtar, për të qenë të shkëputur nga realiteti dhe për të qenë të prirur ndaj gabimeve, gabimi nuk ndodh sepse thjesht jeni të mbrojtur nga kjo gjë, pra keni imunitet, si të thuash, ditën e mërkur nga gjëra të tilla dhe është një ditë që të ktheni përsëri në origjinë, të kujtoni se nga erdhët, nga e nisët, si e nisët, sa çiltërsisht e nisët dhe ku keni përfunduar, sa e keni humbur veten domethënë gjatë procesit të një marrëdhënie të vështirë, të një pune strapacuese, të një jete të lodhshme dhe të kuptoni edhe një herë se ju ishit ata që dhe ju jeni ata që jeni, por që keni mundësinë të kujtoni dhe një çiltërsinë tuaj apo të ktheni dhe një herë në ato ndjesi pozitive, të si e nisët në fillim, pra të gjeni të ktheni përsëri në origjinë dhe të gjeni përsëri veten tuaj. Dhe çfarë do lloj çështje dhe problematike që mund të keni pas me prindërimin ose me fëmijët në përgjithësi, duket se zgjidhen pikërisht ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e vështirësive të caktuara. Të thuash përballin me bllokesa, me vonesa, i bëni nisni gjërat shumë mirë, por nuk po duket se ecin shumë mirë, ose me pavarësisht dashamirësisë tuaj keq kuptoheni, ose fjala juaj bie në vesh të shurdhër dhe kjo gjë ju bezdis. Nëse sido që të jetë janë vështirësi këto që ashtu sikurse shfaqen, ashtu edhe largohen. Thjesht mbetet ajo ndjesia e keqe, kupton, anësia e hidhur në gojë. Dhe thua po pse? Atëherë për të gjithëve që do ju lindi kjo pyetja pse, duhet të kuptoni se diçka dhe ju e bëni gabim dhe prandaj situatat përsëriten gjithmonë në të njëjtën mënyrë dhe janë pikërisht këto lloj situata, ashtu lloj vështirësish, ato që do ju detyrojnë të kuptoni arsyen pse ndodh një pikë së pari dhe t'ju japin mundësi që ta mbylli këtu. Të tipit keq kuptoni gjithmonë me një individ kot pa lidhje. Kuptoni se nga buron kjo gjë, mbase nuk është faji juaj, mbase është faji tek individi tjetër dhe është e kohë të vazhdosh një bashkëjetesë, është e kohë të vazhdosh një lidhje, është e kohë të vazhdosh një marrëdhënie në total pune shëndsika me individë të cilët nuk keni për të kuptuar kur. Po që këto gjë do e kuptoni, këto i kuptoni pra, një shembull ju dash, varësisht se cili do e përjetoj në jetën e vet dhe konkretisht, këto janë ato që do kuptoni ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e të dashuruarve, domethënë rindizet flaka për gjithë ata që kanë humbur disi rrugën e komunikimit me njëri tjetrin, është një ditë që favorizon shumë njohje të reja, favorizon shumë flirtin, kanë për të nisur ditën e premte shumë lidhje të reja në total. Shijojini, argëtohuni, po është një mënyrë që të rigjeneroheni, të rigjeni veten, të kuptoni se shpresa aty është dhe çdo gjë që ka një fund e ka dhe një fillim tjetër, por mos shpresoni shumë në vazhdimsi, domethënë është diçka që për momentin ta shijoni ashtu sikurse ju vjen. Se si do shpaloset më tutje, ajo do bëhet për të parë. Pra hënë e martën kurrente e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita bukur dinamit. Domethënë është një ditë që favorizon shumë pasion, shumë prej jush do kaloni momente pasionate të papërsëritshme me sa duket. Por do edhe kujdes, sido që të jetë. Pra është një ditë e para njerë që është shumë pro ndryshimeve. Është katalizator përsa i përket ndryshimeve që po vinë jetën tuaj dhe vinë në mënyrë shumë të shpejt, aq të shpejt sa nuk do keni mundësi të reagoni. Shumë prej jush do ta shikoni jetën tuaj që shpërthen para syve tuaja, jo për keq, për mirë.
Por në qoftë se ajo për mirë do të thotë që një marrëdhënie merr fund sepse zbuloni një tradhti apo se një skandal plas por që është në favorin tuaj, apo se gjëra të tilla ndodhin, atëherë pavarësisht mënyrës se si ndodhin, janë për të mirën tuaj dhe thoni faleminderit që erdhe kështu si erdhe. Por që pa ndodhi disa gjëra shumë shpejt dhe ndodhi për të mirën tuaj, një dashuri për shkakun që vjen bam bam. Apo jo. Një fitore që përsëri u vjen, kështu pa e për të parashikuar, të ardhurat që shfaqen ende nga nuk e prisnit. Të tilla gjëra keni për të hasur ditën e kështu, plus dhe të tjerave që u thash, por që prap janë në favorin tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel bëni kujdes me mashtrimet, gënjeshtrat dhe personat falso në jetën tuaj. I keni në shoqëri, i keni një marrëdhënie në çift, i keni në familjen tuaj që ka, dikush po mundoj të përfitojë nga ju dhe nuk është hera e parë. Tregojani vendin, ju lutem shumë.